Zoti Gjusi ka pas një ftesë të Donald Trump ndaj kryeministit Rama për të marrë pjesë në bordin e paqes. Si e konsideroni këtë vendim të zotit Trump lidhur me kryeministin Rama? E para që Rama është egzaltuar. Për ne si konservatorë është domethënëse. Pra, më në fund Rama i dorëzohet konservatorizmit. Ani se ne si Parti Konservatore në nxori nga parlamenti në vitin 2021, sepse në atë kohë fitoi Biden. Le të shpresoj që Rama nuk do kërkoj të fitoj 3 vite të kohë, se për 3 vite është kjo dhe pastaj do të vazhdoj. Ftesa e presidentit shkëlqësisë të tij Donald Trump i është bërë Republikës Shqipërisë, normalisht kryeministrit. Konsiderohet ftesë nominale, sepse ai mund të bënte zgjedhje tjetër, mund të ftonte presidentin e Republikës, mund të ftonte kryetarin e kuvendit, sepse ne jemi republikë parlamentare. Ai ka gjetur të ftoj kryeministrin Edi Rama. Për mendimin tim, e ka ftuar se e ka parë si një gentleman që do t'i përgjigje me pozitivitet ftesës, ani se Rama është në situatë të jashtëzakonshme me vartësit e tij, e kemi thënë këtu dhe s'duhet bien përsëritje. 11 ministra në hetime në përburgje, 11 sekretar përgjithshëm të ministrive po ashtu, 11 bashkiak, domethënë ka 3 skuadra Rama. Skuadrën A, skuadrën B, skuadrën C. Le të shpresojmë që Rama do të gjejë me këtë rast mundësinë e gjithë përfshirjes, sikurse është ftesa Donald Trump, nga kryekomunisti i Vietnamit deri ke demokratorit, i gjejmë një emër të ri i Ramës tash me këtë rast, deri te demokratori Edi Rama. Pra unë e shoh pozitive. A është kjo një paqe që vendoset mes Trump dhe Ramës? Biznesmenët falin. Në një emision televiziv, kur unë mora mandatin, thash që do të jetë presidenti më i mirë për SBA-t. Kështu po rezulton. Ani se demokracia, vota, Amerika është shteti i madh, 350 milion banor, është bërë nga emigrantët. Por, çuditërisht vetë biri një emigranti nuk pranon çështjet e emigracionit. Që do të thotë, ai ka dëshirë të ruaj shtetkombet. Me sa duket, ai tashmë ka marrë dhe informacionin se gruaja e tij, e theksoj, e treta, gruaja e tij e tretë, i ka dhuruar atij një kënaqësi të madhe. Është princi Baron e quajmë. Pse? Se gruaja e Donald Trump, besoj e keni marrë vesh që babai i saj është katolik në dienin time nga Gjakova. I ikur në Sloveni, do të thotë tu jemi në Gadishullin Ilirik dhe unë e keni vure që shpeshere e drejtoj asaj kurorën tonë mbretëror Gjergj Kastriotit. A i takon asaj, jo, për të i tako Prince Legës, ose këti Loris Kastriota, ose Edi Ramës. Po Edi Rama e humbi shansin e mbretit, duket do të vi mbretëresha në Iliri. Pse? Është përjashtuar Serbia, Malizi, Maqedonia, Kroacia, Slovenia, Greqia, po e ka ftesën Greqia, dhe ka ftesë Greqia ortodokse dhe Bullgaria ortodokse. Do të thotë, Gadishulli Ilirik është pa Bullgarin, po ta kapësh kështu, në post-Rom, në Bizant, po ka 17 principatat, deri tek Gjint Buje Shpata që bje poshtë në Athinë. Do të thotë, ka menduar një gjë më të largë Donald Trump, është 79 vjeç. Ai mendon, nuk them si Churchilli, se Churchilli na ka bërë dëm ne, po në këtë rast unë mendoj që Donald Trump i bën nder Shqipërisë. Nuk ja bën nderin vetëm Edi Ramës, megjithëse theksoj, ftesa është nominale. Çfarë do thotë kjo për opozitën shqiptare në një kohë që opozita shqiptare gjithmonë e më shumë po fliste për një lloj goditje që mund t'i vinte zoti Rama nga Donald Trump? Shiko, goditjet nuk janë personale. Megjithëse Rama shpeshherë edhe në këtë egocentrizëm e ka marrë personale. Ajo është ftesë për kryeministrin e Republikës së Shqipërisë. Ani se për mua kryeministri i Republikës së Shqipërisë është në tetërsi mandatesh.
Ç'do të thotë jetësi mandates përmes ligjit? 140.000 vota dhe 3 partit të reja, po t'i konsiderojmë kështu, kanë marrë vetëm 4 deputet, në vend që të merrnin 14. Pra i bie që 10 mandate Rama jo ka grabitur këtyre për arsye të ligjit që favorizon cilën? Partinë Socialiste. Rama në këtë moment për mu duhet heq dorë nga të gjitha këto, duhet merret me një gjithë përfshirje, se dhe ftesa e përsërisë është gjithë përfshirëse. Duhet shohi përtej mandatit të tij si kryeministër, duke shku drejt presidencës, e kam thënë përsëris deri kur ndodhi. Dhe me këtë ftesë të Trumpit i është hapur rruga për president Ramës. Pse presidenti është në hetim. S'mundet të majmë tani aty një zonjë keqardhja është Tiranë, se e kupton, por duhet të dorëhiqet. Presidenti duhet dorëhiqet. Atëherë hapet rruga për gjithë përfshirje edhe me opozitën. Me cilën opozit, do thuash ti? Për momentin partia më e madhe administrative është Partia Demokratike, e thash datë ditë në tryezë. Por një gjë duhet patur parasysh. Institucionet e këtij vendi i mbajti Partia Konservatore dhe me kosto të jashtëzakonshme deri brenda familjes. Dëgjuesi, ju ishit pjesë e tryezës që Sali Berisha bëri pak ditë më parë. Ju pam jo shumë aktiv në atë tryezë. Pse kështu? Kisha një këshillim për të qenë tavolinë, po të vini të re përballë në 2 krahët majtas djathtas doktorit me keqardhje. Unë i ndrova emrin dikujt aty. Gjatë aq pak sekondave sa mu lanë mu për të dialoguar. Akoma kishte njerëzorësit. S'mundet do të ne të rrim në tryezë me policë portokallin për të marrë, për të mbushur sheshin me protestues. Partia Demokratike, Sali Berisha e mbush sheshin pa soristët. Nëse do të vazhdoj me soristët, do të vazhdoj non grata të jetë aty. Unë duhet t'ja heq non gratën. Se unë e kam thënë e dua president Sali Berisha. Mirë, po tani ja ka marrë Donald Trumpi. Shiko, ka takim në Davosit pas nesër. Në takimin e Davosit po vuri firmën e Edi Rama aty. Çfarë ka pas firmës? Mund të jetë një pyetje tjetër. Do jetë Rama në Davos? S'bëhet fjalë. S'bëhet fjalë. Ju kujtohet si kam thënë, Rama nuk e kalon oqeanin, po mund gjejë zgjidhje të tjera. Shiko. Ne jena vend këtu në emisionin tuaj, unë e kam thënë, jemi vend asimilues, lingvistik. Do të thotë, meqense ne jemi rrënje gjuhëve, është e vështirë të eliminohet gjuha shqipe. Le ta flasi greku me s, me sh, me si doj. Le ta flasin viçat pa viç me viç si të duan. Ne kemi këtu 12 pakisa lingvistike, tani që flasin, po deshet t'i numëroj? Por këto, gjithë aty, të komësia, shumica për tyre thonë shqiptar. Romët e egyptianët, ta thonë shqiptar, komësia. Grekët nuk e thonë, serbët nuk e thonë. Bullgarët e kanë, edhe shqiptare, bëhet fjalë për një pjesë të klenjës në Dibër, edhe një pjesë sipër në malsinë e zonës nga jeni o prefektura Kukës. Që do të thotë, Rama ka lobuar për këtë ftesë, ma nxorë sekretin tani me, edhe unë s'maj sekret me ty. Rama ka lobuar, për Ramën kanë lobuar, izraelitët kanë shkuar deri aty sa e kanë ditë ato, që është në $1 miliard që do të paguan në këtë ftesë. Do paguan. Po ja kanë marrë izraelitët për sipër Ramës, pagesën. Pse? Është biznes pastaj, se mund të shkojnë firma shqiptare të ndërtojnë, të rindërtojnë gazën, ato që firmosen, ato do të rindërtojnë. Dhe këto 1 miliard mund të rikthehen edhe më shumë, mund shumë fish. Kjo është e para. E dyta, në dijenin time, Rama ka pranuar që të vinë në Shqipëri rreth 150.000, ndoshta deri 200 nga emigracioni palestinez. A mund të jetë kjo me drejt rikthimi varianti i Kosovës? Mund të ndodhë edhe kjo. Pra, në momentin kontemporan Rama e ka pranuar këtë dhe s'mund të më thotë, edo si të. E ndroi mesazh para 4 ditësh, ha? S'kujtohet se djem. Okej, shumë mirë, morë ftesën, bravo. Je me fat. Je me fat, po kujdes me fatin. Është me fat më gur, është me fat. Çfarë do ndodhte nëse s'do kisha marrë ftesën?
Mund të kishte një acarim të opozitës, po opozita mund të funksionojë, kam thënë, edhe tek ju pa protokoll. Pra, nuk kam thënë vetëm tek ju. Do protokoll. Nëse ka një tryezë vendimarrëse, tryeza duhet të shkojë përtej Partisë Demokratike, unë këtë ofertë ja bëra Ramës disa ditë më parë, edhe në një ekran tjetër. Duhet ulet, se ja, vjen ftesa tani. Okej, gjysma opozitës nuk e pranon. Mirë pa tjetër thotë, kujdes se ke simbolin non grata. Unë i them simbolin non grata, po unë jam tavolinë me te, më sill prova fakte. Bëhet fjalë për Sali Berishën, ëh? Deri tani s'ka prova fakte. Më sill prova fakte. Pastaj ta abandonoj edhe unë. Por tek protesta pasaj, nëse s'ka një tryezë partijake, politike për të ardhmen e konservatorizmit në Shqipëri, Rama ka dëmtuar konservatorizmin. Ne kemi njoftuar zyrën e Valet në lidhje me këtë. Mirë, po lëvizjet e mëdha globale janë më të vogla se sa lëvizjet e vogla konservatore, siç konsiderohet Shqipëria. Por një gjë është shumë e rëndësishme. Rama me Melonin, a është konservatore. Rama me Orban, a është konservator. Rama me Erdogan, a është konservator. Kë ka tjetër. Rama me këtë Benjamin Netanyahu, i ka marrë për sipër për $1 miliard e pagu Izraeli për këtë punë. 1 miliard për të qenë ne vendim mars aty, tani s'do të harru kjo. Ne kemi majt këtu një grup izraelitësh, domethënë jo të vogël, në kushtet e tiranisë Rajhut. Këto s'harrohen, dhe nderet që bën në rastet veçanta, ftesa Trump i bën nder shqiptarëve dhe Shqipërisë, normalisht i bën nder dhe Edi Ramës. Edi Rama këtë ftesë që thot, unë jam i egzaltuar, si tha, jam kështu e, jam ashtu e, do thush, po shiko sa ai e ka fyer dikur. Është kërkesë falje. A do shkosh të firmosësh atje? Është kërkesë falje. Rama nuk është ateist, nuk shkon të falet në kishë në xhami. Atëherë ku do falet? Ke presidenti Donald Trump, s'ka shans tjetër. Më thuaj, ka një shans tjetër. Te Macroni. Macroni vuri dhe syza. Do më thonë gjej, shiko, po të shoh me lup. Nuk është e kështu raje kjo çështje, se mund të thot dikush që mos i fut në grusht. Domethënë, ja, nuk është ashtu. Macroni është varianti De Gaullit. Tani kështu, pastaj ashtu, mirë po të fut protestat në Francë, pastaj edhe e pson si De Gaulli. Dhe s'kuptonte generali që po ikte prej protestave. Pra, në variantin europian, Rama i ka ezauruar të gjitha. I ka thirr këtu, i ka bë bisedë, i ka thënë duhet me bë një grup ushtarak. Si, ja ka thonë Rama, ore unë kam kundërshtar Rama, kam kundërshtar ideologjik, pa ai ka ardhur në variantin ku, në variantin konservator, apo shkon te konservatori Donald Trump. I bie që do të bësh si ai, se ndryshe mos firmos. Jam gabim? Nga ateist, liberal, se komunist nuk ka qenë Rama, radikalist, se ai ka thonë për babën e vet ta varën shtyll telefonit, apo jo, 200 komunistat të parë, po të parë ka qenë baba vet. Tani, baba im nuk ka qenë, po unë, edhe po të kishte qenë, nuk do ta kisha varë, nuk varet baba. Rrihet urtë të rigjesh, skaloni dytë, Rama s'është të rrish, ka tregu egocentrizëm, edhe ka arrit të marrë ftesën, që them edhe herë, nuk them si këta tjerë, ftesa vetëm për Shqipërinë, jo, është e individit. E përsëris, ka 3 individ në Shqipëri që mundet t'i adresojë ftesa. Zoti Gjuzi, ka pasur një deklaratë të zotit Rama, i cili ka theksuar se brenda mandatit të tij 4 vjeçar do të ndryshojë kushtetutën. Çfarë do thot kjo? Shiko, pas kësaj lëvizje të madhe, çdo lider duhet nxjerrë një mësim. E para, drejtësia duhet të vazhdojë. Rama ka bërë një deklaratë, përgjegjësia është personale. Ta është deklarata e Ramës kjo. Që do të thotë, nëse Rama shkon drejt presidencës, ka të drejtën e faljes së vetes. A e fali Joe Biden veten edhe familjarët e tij. I fali apo jo? Donald Trump nesër në fund të mandatit bën një dekret presidencial ku i fal të gjithë familjarët e tij. Megjithëse deri në këtë moment unë di që nuk ka familjarë të Donald Trump nëpër gjykatat amerikane. A mund të ndodhë? Po. Nga dhëndre, nga vajza, nga të gjithë. Pse? Kjo është një luftë midis të majtës dhe të djathtës. E majta ka qef të fusë njerëz në burg. A është kështu?
A u bo pishman Edi Rama që ka burgosur njerëz apo jo? A burgosim, këtu kemi thënë, 24.000 njerëz. A i ka burgos apo jo? Të lutem. Ma jep një përgjigje. I ka burgos pra. Tani thot, kanë bërë gabim. Ja pra, që vjen një moment që konservatorizmi, aristokracia, fiton mbi revolucionin. Nuk është revolucion kjo e Donald Trump, është aristokraci. Hajde thot si ta bëjmë botën pa luftë. Dhe unë jam njeriu i paqes. Tani do 10 qetësime, luftrash, konfliktesh. Edhe ti ja jep çmimin Nobel dikujt pa lidhje. Si e jep ti çmimin Nobel pa lidhje? Është pyetja? Si e jep çmimin Nobel pa lidhje? Detyrohet bartësja e çmimit Nobel t'ja adresoi çmimin për paqe Donald Trumpit. Dhe mori Maduro na jep, e mori diktaturën. Are këtu. Ku i sjell drogë këtu? Kë vreti. Fëmijët e Amerikës. Ka aludime nga e majta që Donald Trump i bën këto se nuk do ta ketë mandatin deri në fund. Nuk ka ndodhur të hiqet mandatit dikujt. Përveç se Nixonit në 50 vite më parë. Një rast është. Çfarë mund të bëj ai me strukturën e posaçme SPAK BKH-n? Ju e dini që unë kam thënë që SPAK-un e mbështes nga 51 deri 77%. Po pse e kam thënë këtë? Nuk mund të jesh 100% kështu ose ashtu. Balanca tregon gjithmonë 50-50. Do me thënë, SPAK-u mund të ketë 50 plus 1% të drejtë. Pse? Ka burgosur dhe ka vënd në hetim penal zëvendës kryeministra 2, jo 1. Do të thotë që qeveria Rama ka humbur moralin për të qeverisur. Mirë po, i jep një suport tani presidentit Trump dhe kjo, ose ky lloj suporti, duhet parë suport për Shqipërinë, suport për Ramën. Çfarë do të thotë kjo? Shkon presidencë. Më kuptoj edhe një herë, zoti Guri. Me ardhen shkëlqësi kryeministri i thotë zoti Edi Rama pres që të takohemi apo jo. A thotë kështu ftesa? Po. Tani edhe me ftesën Rama luan me publikun. Mirë po, kjo ftesë në moment që Edi Rama si bjetejnëtën do t'jetë atje pas 2 ditësh, do t'jetë në Davos. Çfarë do bëj me Davosin presidenti Trump? Deri tani, a e kishte Davosin nën kontroll agjencia Soros? Më shiko të lutem. E kishte apo se kishte? Pra ky tani agjenci Soros i ka thonë ti je vetëm një agjenci. Ti nuk bëre paqe, ti doshe të bëje globalizimin e liberalitetin pa kufi, kishe koncept krejt antifamilje, antinatural. Unë vi si konservator natural, bëhet fjalë për Donald Trumpit. Po edhe ne mbështetësit e tij tani, se ne kemi 11 vite që mbështesin me atë. Që në 2015 në kemi thënë. Ju e dini besoj atë debatin tim me zonjën time. Thash është fitues, jo thash Hillary Clinton. Mirë po, kur një femër kërkon Hillary Clintonin, shikon veten aty. Dhe do ta mbroj. Kurse unë shikoj veten tek Trump si biznesmen, si kryefamiljar, ka ndërtu 3 familje. 3 familje. Ka rrit biznesin që i ka trashëgu babai i tij, gjyshi i tij. E ka rrit të biznes. Shiko ku e çon tani. E çon $100 miliardë. Jam i bindur që do të jenë 104 shtete, si fillimi jo, ndoshta në Davos mund të jenë 60-70. Se do të marrin ka shtete që duan të marrin konsulenca. Rama s'ka hezitu për këtë. Do thosh po labdro Ramën. Rama edhe nëse shkon president në çdo takim të variantit të përpaqe, ai është atje. Le të bëjmë një krahasim për shikuesit tuaj. Unë jam antar i 5 konferencave ndërkombëtare nga viti 99. Ata më sjellin ftesën mua edhe sot, 30 e sa vite më sjellin mua ftesën. Nëse unë dua t'ja delegoj ftesën dikujt, po të vesh re tek ftesa brenda ka, mund ta pranoni ju, po mund të sjellni të deleguarin tuaj. Ama nëse shkon një deleguar, rasti vjen Elisa Spiropali, ajo mbetet atje. Asaj vjen ftesa pastaj, nuk të vjen më ftesa aty. Sa është një forum gjithë botror për paqe. Kështu e ka konceptuar. Biznesmenet janë të paparashikueshëm. Biznesmenet e kanë
Shiko, jemi një tavolinë rrumullake, ju kujtohet kur ishim fëmijë luanim me gjysmën e tavolinës kështu, e bënim kryq. Edhe po t'ishim 4 lojtarë, e ndanim 4 pjesë. Po t'ishim 3, e ndanim 3 pjesë. Secili nga ne kishte dëshirë që të merrte pjesën tuaj, ja këtë për shembull, çka keni ju këtu, shamin këtu. Ta marr unë. Mundësisht pa bërë pagesë. Rasti i Shqipërisë, se doli e tha ministri i jashtëm që ne s'kemi detyrim pagesë. Eliz, ki kujdes. Pagesën do ta bënë izraelianët për ne. Në këmbim të kujt? Të momentit. Shiko, hak pa la e gjak pa marr, jo vetëm tokën shqiptare që nuk ka, por në çdo vend nuk ka. Janë kthy mas 1948 vjetësh, janë kthyer atje izraelianët. Dhe ato kanë në mendje tani siç e ka njeriu. Zotni Guri, a keni dëshirë të ktheheni te kulla juaj, gjyshit tuaj? Me njëjta gjë është. Pra, mundet, po nga burimet e mia të informacionit edhe pranë Ramës, kjo bisedë është bërë. Portar këtu 150.000 palestinezë. A mund të jenë ato rezident të përhershëm këtu? Po tani Romët ne nuk i kemi pas këtu. Kanë ardhur. Mongolët nuk i kemi pas këtu. Ju kujtohet për një kryetar bashkie që unë i thash ti je mongol, apo jo? Është edhe një këtu djathtas nesh, këtu përpara muzeut, është një tjetër mongol. Ato i thon burri kështu me fustanell. Jo, ai është mongol, me çall më sipër. Burri me fustanell ka takien e kanë në lushnjë firë të zona, qylafin e kanë me antenë poshtë dhe sipër kemi plisin. Po e njëjta është. Nuk e kemi me katrore. Pastaj ti mund ta deformosh atë, siç e deformon Tirana. A është e deformuar me Tirana? Po patjetër se Tirana sot është 106 vjet kryeqytet dhe nuk mund të rri vetëm me variantin e Tiranës në llogoren e saj. Por nëse bësh kryeqytet, do t'i marrësh të gjitha bashkëgrupimet të bashkëjetosh me tonë në paqe. Sa vite ka Tirana pa luftë civile? Sa ka? S'erdhi lufta civile në Tiranë. E na lumë ne. Dolëm ne, disa kështu, disa ashtu, nuk ka rëndësi shumë. E na lumë ne. Nuk lam ne të digjit televizioni, e do. Ta lutem ke televizioni, se ke marrë ftesën Trump, ha? Si thot? Me që jemi këtu te televizioni, në fakt ka pasur një propozim të zotit Rama që RTQ të mbyllet. Kemi thënë përsëris, unë kam qenë kryetari i Komisionit Ndërtimit Zhvillimit Urban në Këshillin Bashkiak Tiranë. Rama është kryeministri 33 dhe ai ka dëshirë që të lejë 33 kulla në Tiranë si simbol i 33 i kryeministrave shqiptarë. Në fakt kryeministri shqiptarë nuk janë 33, janë 37, vetëm 5 nga këta s'kanë shkuar në burg ose s'janë vrarë. Të tjerë do kanë shkuar në burg ose narrativa në vrarë. Rama i ka shpëtu kësaj. Për televizionin, nëse do të ndërtoj kull brenda televizionit, edhe ai, nëse është kryeminist, ai do ta ndërtojë. Unë them që të mos e lëvizit siç bëri me teatrin kombëtar. Shiko ku vjen tani, vjen në aristokraci. Po çfarë aristokracie do t'i tregoj dikuj që vjen nga historiku televiziv, se ju jeni pjesë e medias. Ju keni vënë një gur themeli në këtë VIP magazin, apo jo? Të vi dikush ta prishi VIP magazinën, si ju vjen ju? Nuk ju vjen mirë. Nuk është aristokraci, është revolucion. Me revolucion kemi arrit ke hajnia deri ke ç'a ishte ajo në Parlament Evropian. Se s'du t'i them emra. Tani, të kthesh burokracinë në hajni, nuk shkon. Nuk mendoj që Edi Rama ka nevojë tani për një hajni të madhe. Zotë Gjuzi ka pasur një njoftim të prokurorisë së përgjithshme, e cila deklaron që ka mbyllur verifikimin për gjyqtaren Irena Gjoka, e cila rezulton se ka falsifikuar vizën për Greqi dhe rezulton e dënuar. Çfarë do thotë kjo? Sistemi i drejtësisë, e kemi thënë, shteti i së drejtës
ka 4 shtylla. Ka zgjedhjet e lira, pra ka parlamentin, ka qeverin që del nga parlamenti, ka drejtësin e cila miratohet në parlament. Apo jo? Shtylla e 4 kush është? Gazetaria e folura. Fjala ishte e para, apo jo? Që filloi të vendos rregullat. Këto nuk duhen të cënuar. Zonja në fjalë ka cënuar sistemin e drejtësisë dhe do të ndodhet përpara drejtësisë. Vetëm largimi që do t'ja bëjnë asaj patjetër nga sistemi i drejtësisë, a mjafton që ajo vlera saj tjetë? Nuk mundet një gjyqtar për shans e përsëris. Djali im studion për jurisprudencë. Unë i bëj ftesë edhe nga këtu. Gjithë jetën e tij të ketë paritet të drejtën. Shtetin e drejtë, me votë të lirë, të barabartë, me standard. Tani standard europian, standard amerikan, kjo në demokraci është oscilacion, është fleksibile. Pra, herë vjen si demokraci e kulluar, herë vjen si demokraci që unë t'i rrëmbej me ligj 10 deputet edhe i bëj 84 se duhen me u bë patjetër me ndryshu e me bë reforma. Pra i bie që Edi Rama mendoj unë tani, Edi Rama nga momenti që ka pranu ftesën, nuk është më Edi Rama i 13 viteve pushtet. Nuk duhet jetë më ashtu. Dhe që mos jetë ashtu, nuk duhet lej opozitën në shesh, po duhet thotë, hajde këtu, po, çfarë do bëjmë tani se erdhi ftesa një njeriu që ka dhe 3 vite pushtet, e di që të bënë për 3 vjet ai në pushtet apo? Serbia është pak. Athina është pak. U do që Athina, tha dikush, do dalim djegin Tiranën. I them këtyre njerëzve të shkojnë ande nga kanë ardhur. Se në Athinë u dojq flamuri Amerikan. Me këtë rast mund të ketë dikush ose dikën që mund atësarohet. Edhe ne nuk duam të djegim flamurin Amerikan. Se ne kemi 5 president që e kanë mbrojtur Shqipërinë. Woodrow Wilson, Richard Nixon, Bill Clinton, George Bush, dhe më i fundmi është ka pru ftesën. Ta ka pru zyrtare. I drejtohet Republikës Shqipërisë, thot, kryeministit shkëlqësisë ti, thotë kështu apo thotë. Kur unë përdora fjalët shkëlqësi kryeministër në parlament, çfarë tregoj unë atë? Aristokraci pra. Jena në parlament, borë mu në parlament. Edhe Molotov në shesh. Ja. Por Rama, mas takimit, mas ftesës, tani duhet të filloj nesër. A ka mundësi nesër Rama që të ketë legjitimitet? Rama të bëj ftesën. Vjen PD-ja, s'vjen PD-ja, vjen republikanët, vjen konservatorët, që duhet aty më? A i thot, i nderuar zoti kryetari i Partisë Kombëtare Konservatore Kujtim Gjuzi, si parti parlamentare jeni ftuar në tryezën tonë. Kush është ky? Taulanti kërkon motor ky, aty te kulla. Që thot, ne i bëjmë reformat vetë. Kush është ky? Cilë reformë bën veti? E 25 vjetë parlamenti. Do japësh llogari. Kam të dhëna për ty që ke gisht. Te kulla, zambak jeshil. Taulant. Mos harro, çan ke thënë. Mirë se erdhët, do qeverisim bashk. Kam thënë ja, s'kam punë me ty. Për aq kohë sa kishim informacione, Toyota Yaris, se që janë këto se këto janë stërthën këto. Edhe i ka gjykata. A më pyetët për çështjen e gjykatave? SPAK ka mbështetjen e Partisë Kombëtare Konservatore 50 plus 1% deri 77%. Kur të pastrohet grupi SPAK nga sigurimi i shtetit, nga hetues të diktaturës, atëherë mund ta çojë edhe 100%. Pse? E para në çdo vend është drejtësia. Pa drejtësi nuk ka shtet të drejtës. Ndodh ajo pastaj që marr 10 deputet të jap 5, më jap kështu të jap ashtu. Nuk mendoj se Edi Rama është të fazë më. Unë mendoj që Edi Rama sot ka marrë dhe eleksionin amerikan,
Gjithë përfshirje botërore bën Donald Trump, e bën apo se bën? Edi Rama si mbetet bëhet gjithë përfshirje ku? Në Republikën e Shqipërisë, se këtë drejton e. Se liderin global nuk e ka më, se e ka Donald Trump, apo ja. Nëse do të hyke 11 liderat global, po themi kështu, se më duket se aq do ta bëj ekipin ai me 11. Me 11 që do kenë, si tha, 50 plus 1, do më thonë 6 me 5. Nuk e tha do kenë veton. Shiko çfarë aristokratësie, Donald Trump, shiko, ku shkon. Pse? Mendon si një biznesmen që e do botën të qetë. Dhe thash, kemi thënë një emision tjetër televiziv, Donald Trump është më i miri, pse? Është tregtar. Shiko guri, më lejo ta shtilloj pak këtë. I ke shkuar e ke izoluar. Meksik, drog. Apo jo? Meksik, emigrant. Panama, Nicaragua, Paraguay, Venezuela, Kolumbi, e mbyt me drogë. Në një pallat që mund të jetoni ju, të gjenë drogmen, e të milën drogë. A i vjera drogë gjithë pallatet dhe pas i vje. Do thotë e shkatron Amerikën. Aja atëherë shpërthen. Çfarë thotë? Kështu do të bëni ju? Po. Nuk doni paqe ju? Po. Nuk doni të m'jepni atë titullin mu për paqe, i takon më, i takon. Ashtu thotë po. Doni luftë, po. Grolanda e para. Dhe Grolanda është tavolinë. Imagjinohet ti grupit Trump, atë 104, po 60, ma merr mena më 60, 65 mund të shkoj. Herën e parë, takimi i parë. Po shkoj 65 miliard dollar në tavolinë. Në tavolinë më, as si llogari tjetër. Me herë 20 miliard dollar se ky mund të quhet fondacioni Trump. Dhe do ta le trashëgimin, e tham pak më parë. Pra lideri nuk mendon për vete, mendon për brezat që vinë. Kush është brezi që vjen? Djali vet, Baron Trump. Ju besoj se për fëmijët tuaj rrezikoni maksimalisht jetën tuaj, që ata të jetojnë mirë, sikur të dhe unë. Është kështu? Rrugës mund të ketë probleme, siç ka pas Donald Trump, po ka ngritur e theksoi 3 familje. E di çdo të thotë ngresh 3 familje apo? Dikush se ka provu, nuk e di çdo të thotë, se mund të ketë pas shansin që ka qenë akordancë 50-50 të dy palët. Po ne që s'kemi pas akordanca, ndonjëherë kemi nervozitet ne, dhe po ta vini re Trumpin ka nervozitet, moment caktuar, kur nuk i shkon linja, siç e mendon ai thotë unë bi trupat ushtarake. Kush janë ata që e mbajnë dot Groenlandën nëse ai fut trupat amerikane? Ai spyet për Irakun, 90 milion banor që ka kështu, çai thonë, resurse për ta marrë. Ai spyet për Kim Jong-un. Shiko sa aventurë, jo aventurier, aventurë të shkosh te Kim Jong-u, ta takosh dhe të thush, shiko, po më shtype butonin e di ç'të bëj apo? Ha më ku është Kim Jong-u sot? Putin, hajde pak tuti. Okej, nuk do flasim aty ku jam unë, nuk do vish në SBA, se do gjejmë një vend ndërmjetës, a e morin Alaska? E mori apo se mori? Putin tha është europian, ore zgjidheni problemin more, o burokrat europian, o dembel, o të korruptuar të Europës. Prandaj kanë dhënë deklarata her pas here, jam kundër Europës. Në konceptin e burokracisë, se unë jam europian vetë, jam më europian se ju. Qa janë këto ulua, këto sorist komunistët? Deshët na shkatrojnë të familjen? Stop, i tha. Burrat do luftojnë me burrat, gratë do bëjnë sport me gratë. Pik, kjo Donald Trump. Këtë do të bëjë Edi Rama. Shumë mirë ka bëjë që e ka pranu ftesën. Do të gjuzi du të kaloj pak në Kosovë, ku Albin Kurthi pritet qeverisë Kosovën dhe për 4 vitet e ardhshme. Çfarë do thotë kjo për Kosovarët dhe për vetë, po themi, shtetin e Kosovës? Albin Kurthi, unë e kam përgëzuar kur fitoj zgjedhjet, në shkurt. E gjithë lëvizja që bëri është lëvizje, si thoni ju, fake, lëvizje mashtrim. Se kërkon të rrisë në mënyrë artificiale me zgjedhjet që bëri, duke ardhur 200.000 votues nga emigracioni që se kanë idenë çfarë ndodh në Kosovë. Sot një vit, vjen data 8 tani, 8-9, ka që qeverisë kryeministrin detyrë. Edhe një 5-6 muaj ka marrë përpara, ka marrë 1 vit e gjysmë, 2 gati kryeministrin detyrë. Kryeministri detyrë do të thotë s'ke fonde. Tani thotë nuk e zgjedh dot presidentin.
I ka 57, apo jo? Mandatet. Ka marrë 7. Ne ka rëmbyë Edi Rama, ne konservatorëve këtu. 71.550 vota Edi Rama, sotin tavolinë e krye konservatorën e botës, i cili është njeriu jonë. E tham, jo vetëm nga origjina gruas, se këto tjerë le të merren historian, se nga ka origjinë gjermanike. Raca ariane është ai. Jemi ka Albin Kurti. Shaka me Republikën e Kosovës është bërë me gjak, më. Është bërë me gjak, më. Po si më është shaka, më. Hëse të ndihmon populli, ha? E more gjoftesën Albin, se mund t'ishte edhe ti në Davos, se është Bullgaria, apo jo? Mund t'ishte edhe Albini. Po është zgjedhur Tirana. Zgjedhur Tirana, ka pas shancin dhe fatin e Edi Rama, normalisht ka qëndruar aty me, i thamë, se duhet të bim përsëritje. Mos më Albin. Mos. Qeveri gjithë përfshirëse në Republikën e Kosovës, mos bëj shaka. Mos bëj shaka, Albin. Tani, për çështjen e presidentes, kanë dhënë edhe personalitete shqiptare në Amerikë, edhe shkërqësia e tij Donald Trump në dijenin time ka pasur 5 deri në 6 takime. Takime bilaterale, domethënë takime dypalçe. S'është pak. Vëmendje e jashtëzakonshme. Ftesa është vëmendje e jashtëzakonshme, se ke ftesa do të rrim, se kjo është kryesorja. Albin, kanë nxjerrë në një rast tjetër fotot me presidentin serb. Mos më bëj të nxjerr edhe ke VIP magazin, se pastaj te VIP magazin nuk dihet se kush të shikon. Do dëgjuesi, si u duket tentative e Trumpit që të marrë Grenlandën? Unë mendoj që mbretëria e Danimarkës do të gjejë hapësira diplomatike, ekonomike, për mos të shkuar ke diplomacia e forcës. Pra, diplomacia është burokratike, me ardhin e Trump është bërë ekonomike, po për fat SBA-t janë udhëheqësit kryesor të sferës perëndimore. Dhe nuk mundet e thamë para disa minutash të rrethosh nga gjithë krahët familjet amerikane. Se këtu ka dalë një konservator që është i palëvizshëm, i paparashikueshëm. Duhet të dalë nga loja kryeministria, ministri i jashtëm, për mua duhet mbretëresha, mbreti, çfarë kanë ato atje. Vetëm mbreti me presidentin mund ta zgjidhin së bashku çështjen e Grenlandës. Por të ngjiten kinezët deri në Grenland, unë e di që nuk kanë kufi kinezët me Grenlandën. Nuk e di. Do thonë ju, po kanë shku amerikanët në Taiwan. Në bje keq, është në det. Do thonë ju, po ky është ishull në det. Po është ishull mbretërore. Është gati 800 e sa vjet. A 1000, më duket, jo, deri në 700, 1200 më duket, 1287. E kanë marrë në një jurisdiksion. Pra, nuk mund të kthehet sipas mendimit tim Grenlanda në shteti 51 i Amerikës, se po tjetë ashtu shkojmë Davos ne, firmos Edi Rama atje, bëhemi ne 51-tët. Jo, nuk është për këtë, mendoj, por është për diplomacinë ekonomike dhe diplomacinë e forcës. Çfarë do të thotë diplomacia e forcës? Që amerikanët atje duhet të kenë të drejtën e kontrollit më të madh përmes sistemit forcës. Kush është sistemi i forcës? Po US Forces, gjë tjetër s'mund të jetë. Edhe ti lesh pa shfrytzuar resurset që ka ishulli. Ju kujtohet një herë kam thënë në emisionin tuaj për ishullin Sazanit, nëse ju kujtohet. Shiko, nuk e di, keni lexuar aventurat e Tom Sawyer? Kush e ka lexuar? Bravo. Unë mendoja se aventura vinte deri te ishulli Sazanit, mirë po pastaj doli ishulli i madh britanik, apo jo. Kur rritesh e kupton që ishulli bëhet fjalë për Britaninë. A kanë pas britanikët ishullin e Sazanit dikur? A kanë pas francezët? A kanë pas grekët? A kanë pas italianët? Kush e ka sot? A kemi ne?
Do të thotë, këto janë lëvizje, si thamë ne, e ndajmë të pjesë, 4 pjesë. Tani, ne pse të ndajmë 4 pjesë? Donald Trump thotë, do të ndajmë 2 pjesë. Hemisfera perëndimore dhe ajo lindore. Nuk dua, thotë ai, të na mbys kinezëria që bëri presion Rama. E ambuloi presionin, se ftesa e mbulon presionin, apo? Si thetha, pikë mjalti, po. Hajde këtu. Rama ku të përgjigj, në mënyrë ekselente. Ore, sa të dush mund të është kryeministri i gjithë. Unë nuk e votoj atë. Nuk e kam votu për mbret. Me 105, vota ime, ja i ka pas 104 më zotni parlament. Vota ime 105 e çoj mbret atë. Ka ardhur Tauland Balla. Tauland, më hoj që ka ardhur, ke thënë aty në tavolinë, ke unë. Ke ardhur aty va? Ke thënë ç'a të bëjmë? Ka thënë Igor, s'merrem vesh me ty. Tu ka një njeri që është Edi Rama. Ose kam thënë për Gramoz Ruçi. Është kryetar kuvendi. Merrem vesh me ty. Në atë kohë ishte president Guri Ilir Meta. Ha? Me Ilir Metën kush ishte konflikti? Ishte konflikti që kishte marrëveshje të dyshimta me 1 prill në Shkodër. Pse e kërkon llogari Edi Ramës është i gjithë? Ta ka pru Ilir Meta aty, Edi Ramën, peshqesh. Ha më Ilir, se je atje na dëgjon. U bori vite 3 muaj, më vje keq je atje. Po kur unë thosha që mos se jetu lut gabim. Thosha kush është ky Kujtim Gjuzi? Ha? Ha mase. Po Kujtimi më i madh, ka eksperiencë më shumë. Është kryetar i subjekt konservator. Shiko, kjo shishja është e vogël. Mund të jetë Damixhan, po këtu s'ka raki. Ka ujë. Jena në mes Tiranës. S'po i bëj reklamën tani. Se ku jemi? Jena në mes Tiranës. Tirana vendos sot për gjithë rajonin. Athina vendos sot për gjithë rajonin dhe Sofia vendos sot për gjithë rajonin e Ilirikës. Sakrum. Ha më Ilir. Se kënë emrin Ilir drejqi. Ta gëzosh. Shiko ku jetëni. Gjyqtar. Ose mani më në burg tani. President, kryeministër, kryetar kuvendi. Boll. Boll i mori burgun tani. E mori leksionin. Ky leksioni. Nëse Rama nuk i përgjigjet di leksioni, që ja them sot të ju, për qeveri gjithë përfshirëse, e gjitha mund të shkoj firma bosh, mund të shkoj dëm. Nuk paguan Izraeli parat, a del apo s'del, mas 3 vjetësh. Mirë për Rama ka i gjë që e kanë mendje. Ta zbulojmë këtë, ta theme. Shiko, Rama, ca i kanë thënë është 2 hapa para, se hapat i ka të gjate. Ca i kanë thënë 20 hapa para. Jo, Rama është 20 hapa mbrapa. Kur shikon dikë që ikën përpara do të arrijë atë. Prandaj dhe në lojën e tij luante vetëm 4 minuta. Për të bërë atë që bënte dhe zhduke. Lojë basketboll. Këtu kemi qenë. Pra çfarë duhet të bëj? Duhet të përmbledhet gjithë. Or Sali Berisha është non grata. Ti bëj tavolinë. Ti çoj ftesën. Vjen Sali Berisha aty, e drejt Sali Berisha. Është e drejtë e Partisë Demokratike. Juri Kim ka thonë Partia Demokratike do haj bar. Ka thonë kështu? Juri Kim ka 3 vjet që ka ikë. Partia Demokratike është në opozit. Bar nuk han, se ne kemi ndërtu tregun. Këtë treg të vogël që kemi ndërtu në Shqipëri, Donald Trump do ta ndërtoj bashkë me Edi Ramën, që mund të quhet tregu i Europës juglindore. I ka bërë ftesë Putinit. Guri nuk du të bëjt të mençurin, se ne tiranësit jemi të mençur, sa të jemi në rregull, mos me dal lakuriq. Lakuriq natë. Po tani ju keni arsiv, Guri. A kam thënë këtu që rusët janë europian, këtu, Guri, të lutem. Kam thënë në emision të ndëpa. Ky, anti-Ukrainës kë. Ore, në qofë se zonat atje janë banuara me shqiptarë, si në Medvegje, si në Qamrit, lutem shumë. Të lutem shumë. Kemi një president me kufi të ridimensionuar mbi bazën e konceptit shtet komp. Nuk kam çfarë them më tepër për ju. Zoti Gjuzi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit ju.